Se po qanë më bu? Minol këta lëtë që s'po munalën kuku 30 ditë kuku Se po qanë më bu? Po kaj që shkaj Ramazani e i na mësu me hangër e me pi për iftarë. A mos më rëzi se vjen Bajrami. Jo, Bajrami vjen, po qysh po hin Bajrami që pasha zotin dit Bajrami kush s'kena me mujt me hangër. Edhe pse se qohën njerëzit dit Bajrami amëlzimet e 30 ditë Ramazanit t'i qesin për para. Për një ditë nuk mushët kjo veran që shina mësu në Ramazan. Mos më mërzit. Jo, mërzi janë ta? Mos më mërzit. O, vallahi, po mërzit nëse, po edhe se s'po du me kajt, po më kanë zemra, po më kanë, a për në shira pet një kanë qështu se, po du me kajt. 30 ditë ka Ramazani, as kam hangër, as kam pi, kur vjen dita e Bajramit, i madhe i vogël shkonin xhami. 30 ditë ka Ramazani, as kam hangër, as kam pi, me nëzi që preqa mu boj iftari, me hangër pak, e qatëher mu gi. Në shënaj një kongë se... ku me këty që s'pëm bëjnë këmë, a veç në i shëv një kongë për Bajram për ime, e me ta kall atmosferën. Pa s'm bajnë këmë, hajtë takshë. Për haj Bajramin se vallahi, këto baklava dohet mi qit me gëksim njeri, e më të kënaq. Sa
shumë. Wallahi nga shka po të thëmë, o pasha Zotin për këtë gëzim që na i ke kriju, wallahi do të edhe ty e më të gëzu, se pasha Zotin e meriton, e di pse, veç që ka ardhë Bajrami, e përhaj Bajramin, e nga shka po të thëmë, e o më si ka të pare se nuk bën, nga shka nga vish pak për ga dalë, se këta i këti për Bajram, veç nga shka po të thëmë, selam edhe juve, nga shka po të thëmë. Në i ke qitë gëksimin e baklavës, o vallahi, se na ka pas mledhë do që to. Na dol gëksimi. Du me kërcy e qika? Jo, do me kërcy. Nga shka theke velimja, theke spëkcena 30 ditë Ramazan, se mas Ramazanit kina me kësy për Bajram e pithejna kam. E vërtet, pasha Zotin e vërtet. A për në nëshën edhe një... Unë dua një urrin t'jap gjithë qytetarëve. Urimin po. A bajda bëjo? Po që zbahat, pa urime mos në ardë Bajrami. I urroj gjithë qytetarët e Kosovës, në veçanti edhe ty. Faleminderës. Agjerim të letë. O faleminderës. Dashuri, harmoni në familje, Zoti ju bekoft, ju dhënë të shëndet, bereqet, çdo gjë të mira. Po du më të kallëzo dishka, më ta bani pyetje. Allah hile e ju në Shqipni, a fshini për Bajram edhe qeremidet e shtëpisë? Se te na po, besëm, mas pari hina t'i la qeremidet. Thuaj ti që kanë me na hypë mosafirët në qeremide për me ba Bajram. Tani ko ti hina shtëpisë. O me shup, e me podrum, edhe garaj dhe në kerit e lajna me varikin për dit Bajrami, se thuet që kanë me hinë. Jo, kështu nuk shina, veç për Bajram. Jo, dhe gjë Bajrami pastër o bu? Jo, Bajrami i gjanë, po janë dë Bajrama. Kjo është Bajrami i madh, tani vjen Bajrami i vogët që prihet edhe Korbani, për i nga të lajti, pse do të më fshi për këtë Bajram, që këtë vit Korbanat mas mi vra kamp pi pastërti. Po. E vërtit, a për në nëshën edhe një muzikë scena për ta shkunmi Ramazanin, se shkoj Ramazani e Bajrami, vallahi për të knaqmi. Hajde edhe për kësina. Në shuen një mirë, e juve të dashërmish urime ju këftë nata Bajramit, se vallahi Ramazani shkej edhe sante për një nojmë. Nesër, mu la, mu kre, mu ru, mu drejtu, në gjami me shku i madhe i vogël, edhe me kësi të nditën. Shka për thëmë, nesër, me bia, me fmi, me akrabalëk, i madhe i vogël, pe gjamiës, avale, e në shpi kina me shku, edhe hoxën kina me tranu, të këcy, edhe në gjami inshallah shojni trobozik. O, valla ju knaqëm, halla! Bajram! Për hajri ju koft Bajrami, e inshallah më rezët, e pritni që shumë as mirti, edhe ju dalin baklavat e mira, e nuk prishën shërbet, se vallahi, për të rëshitën të gana dreqi grat, të hallu baklava, e me dhe më svedali e mirë, e ha dreqi, e hajfia,